Muavija, djali e Ebu Sufjanit, Muaviju radiallahu an, llogaritët njëri prej gjenive të arabëve. Muavija ka qenë njëri shumë interesant. Edhe Muavija e ka pas babë Ebu Sufjanin, apo? Nënë e ka pas, kanë e ka pas nënë? Hind bint Utben. Po Hinda nuk ka qenë që e kena pa në film. Edhe e fitojmë shumë për shtypjen, edhe që kjo është ndikimi asaj që e quajnë art, që me ta mush menën ty që për një me Bilali që ashtu e ka thirë rezonin, si kura në film. Ose Hinda o do kësi Irena Papasi, ose Hamza o do kësi që ka pas e aminaj, mës t'ja përmenëm në gjami, nejse. Hinda ka qenë një personazh shumë pozitiv. Pavarësisht të kalumës saj, është bo muslimane, është bo sahabie, por në mes tjera është ka qenë një gru shumë e fortë. Edhe për një me ka pas gru me karakter të fortë që edhe Ebu Sufjani, me gjithë se ka qenë një zotni shumë i madh, një aristokrat shumë i madh, po grune ka pas bëjgi me grada. Generale ka pas në familje. E dini, kur ka shkuar ajo te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ka trem syni, i ka thonë ja Rasulullah, Ebu Sufjani s'pona e pare, a bon mja mor pa vet. Ka thonë pa vet merja nëse s'ju dalin ato që ka piju jep. E që kjo e ka rrit Muavijen radiallahu an. Kur u konë fosh një Muavija, e kanë këqyr njerëzit për para në të kalumën, kur ka pas ma pak mjete, ka pas mençuri edhe mjeshtri edhe shkathësi ma shumë. Sa ma shumë sofistikohen mjetet, shkathësia njerëzve bjen se shkojnë të unvarë njerëzit. Për shembull, navigacioni, GPS-i edhe njerëzit si majnë men rrugë, me i qitë në malë, dikon natën hupin. A njerëzit për para s'kan hup, as në malë, as në shkretin, as natën, as ditën. Nejse, një prej aftësive që i kanë pas arabët e asaj kohë, kanë fëmijë se e kanë këshyrë në sy, ose në lëvizje, ose kështu me radhë, kanë thonë që kjo ka me u botë qështu ose qështu. E kanë parashikun një farë mënyre. Kur e kanë pa Muavijen radiallahu an, foshnje në pranë të nanës vetë, kanë thonë që kjo ka me u botë zotni i popullit vetë. Ka me u botë zotni i popullit vetë. A dini që ka thonë nana e vetë? Ka thonë në botë zotni veç i popullit vetë ku për to. Ma mirë mos koftë. Ma mirë dekë të sot, me të shapa ta. Pse? Se nana e ka rritë, e ka eduku, mu botë zotni pak ma gjanë. Jo thjesht i një komuniteti të vogël. Edhe është interesant, Muavija, për një men, vlen të theksot se ka qenë një pej gjenive, edhe njerëzit e mençëm, zakonisht kanë edhe, përveç tjerash edhe duele, edhe debate, shtyhen, sene anë e knej, edhe kur ka ardhur puna me hyna i qasi dueli Muavija, dhe sidomos kur ka dalë fitimtare, kjo shpesh ka ndodhë, thonë fjallën duele intelektuale, jo me shpata, kur ka dalë fitimtar, i ka thonë, po, a e dini ju djali kujna jo mune? E dikush ka thonë, po e dim, ti e djali Ebu Sufjanit, ka thonë, i Ebu Sufjanit, po i Hindës jam mune. Thotë, kitë mençuri edhe kitë thellësi e kam prej